Mirë, ne në këto momente do të ndalemi në intervistën e parë për ditën e sotme në një kohë ku në fakt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, thuajse për çdo qark, ndërsa opozita kërkon shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, debati është përqendruar edhe tek provat për atë që Partia Demokratike e cilëson farsë elektorale. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë online me juristin Francin Nuri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt, ashtu sikur se e thash, duket se ngarkesa më e madhe pas zgjedhjeve bie mbi ju në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, apo jo? Po, është e vërtet që ne, ekipi ligjor i Partisë Demokratike, ende nuk e kemi mbaruar punën tonë, jemi në fazën më kulminante të punës. Nuk do donim që të ishim në fazë ankimimesh, por jemi në këto kushte për shkak të kësaj farse elektorale. Kështu që është i vendim që unë gjykoj të drejtë tashmë që ka ndodhur ankimimi i të gjithë rezultateve në të gjithë qarqet e Republikës Shqipërisë, sepse ndoshta mund të ishim edhe skeptik në fillim, në dora dorës me ecurinë e procesit, me marrjen e provave, çfarë kemi kuptuar? Kemi kuptuar që po zbulohen dita ditës prova flagrante, shkelje të reja dhe informacione mjaft të dobishme që do të shpalosim shumë shpejt për publikun, ndoshta që javës tjetër, në lidhje me masakrën zgjedhore, farsën elektorale, siç e etiketojmë ne në gjuhën politike. Ndërkohë, deri më sot, cilat qarqe keni ankimuar për të parë edhe se si ka shkuar procesi i numërimit të votave dhe nëse do të vazhdoni apo jo edhe me qarqe të tjera? Atëherë, deri më tani unë ju konfirmoj që kemi ankimuar të gjitha qarqet. Të gjitha? Dje ishte afati i fundit për ankimimin e qarkut Elbasan, Durrës, Tiranë. Po. Unë kam depozituar personalisht kërkesën ankimore për qarkun e Durrësit dhe më pas në mëngjes, do më thonë tjetë mëngjes për Tiranën. Kolegu im, zoti Logu, ka depozituar po ashtu kërkesën ankimore për qarkun e Elbasan, janë të fundit, kështu që janë depozituar gjithë qarqet. Mbas kësaj interviste në orën 10 në KQZ, unë do të jem prezent për të ndjekur ankimimin e parë që kemi bërë si radhë për qarku Kukës. Me qënë se vazhdon, do të thonë procesi nuk fillon dhe mbaron përherë, nga që ne kemi kërkuar marrjen e provave dhe na u dha mundësia që një pjesë e mirë atyre provave na vjen në dispozicion nga ana e KQZ-s. Kështu që jemi në fazë ankimore, sot kemi Kuksin, në drek do të diskutohet Dibra dhe në orën 3 mas dreke do të jetë qarku i Korçës. Por këto seanca vijojnë, pra nuk mbyllet çështja e ankimimit të një qarku të caktuar me një seancë. Zakonisht merr 2, 3, 4 seanca me radhë në varësi të problematikave, shqetësimeve, kërkesave që sillin palët e me radhë. Meqense më përmendet qarkun e Kuksit, në fakt opozita doli fituese në zgjedhjet e 11 majit, ashtu sikurse në Lezhë dhe në Shkodër. Ju thatë që do të ankimoni edhe qarkun e Kuksit, po me dy qarqet e tjera çfarë do bëhet? Lezhën janë ankimuar edhe ato. Janë ankimuar edhe Lezhë me Shkodër. Po, ja konfirmoj. Ja konfirmoj. A kishte probleme Partia Demokratike edhe në këto qarqe? Në të gjitha qarqet ne kemi të bërë ankimime. Nuk i kam ndjekur unë personalisht qarqet e Lezhës dhe të Shkodrës, por ja konfirmoj që i kemi ankimuar si ekip ligjor dhe problemet janë fakti që parakullësit nuk ka ndodhur në zonat vetëm në zonat ku ne kemi humbur. Të paktën sipas rezultateve zyrtare. Ndaj ja u bëra pyetje, kudo, dhe do ta shikoni shumë shpejt, me fakte, me prova konkrete, me të dhëna konkrete, me shifra konkrete, që ka shkelje të procedurave, ka shkelje ligjore, që ne në vlerësimin tonë si Parti Demokratike, mendojmë që këto kanë prodhuar gjithë këtë efekt që nuk është real, gjithë këto vota që nuk janë reale në favor të Partisë Socialiste. Ne jemi duke shpalosur ato indicje për momentin dhe ato prova, ato fakte që kemi në dorë, sa i takon votës emigrantëve, votës diasporës, që është më flagrantja nga gjitha. Ato rezultatet plebiscitare që nuk bëjnë sens, ato rezultatet 95 deri 99% favor të Partisë Socialiste në çdo kuti për shumicën e qarqeve, për votën e Greqisë e Merat,
Dhe po patjetër kemi depozituar dhe kemi paraqitur edhe ato prova që kanë dalë në bërë publike, qoftë edhe orët e fundit, siç ishte rasti i atij të personit në Itali, punonjës i DHL-s, dhe ato pretendime që kishte. Çdo gjë që ka dyshime për zgjedhjet, ne e kemi përdorur dhe kemi paraqitur si provë. Tashmë presim që të na vijnë zyrtarisht në dispozicion provat e fundit që ne kemi kërkuar nga KQZ-ja, do t'i analizojmë ato, që kanë të bëjnë me lidhje me rezultatet dhe pjesëmarrjen qendër për qendër, me fletët e votimit të përdorura, ato të papërdorura, që të kuptojmë a ka qenë procesi i rregullt në çdo qendër votimi. Ne dyshojmë dhe kemi indicje që nuk ka qenë procesi i rregullt, që ka pasur tren bullgar, që ka pasur mbushje kutish, që ka pasur përdorim fletësh votimi të falsifikuara. Ka indicje të plot, si ndodhi në Tiranë tek KZZ 40, u gjetën fletë të palosura njësoj gjatë numërimit, që u gjetën fletë me ngjyrë të ndryshme. Rasti i Elbasanit, që u evidentuan problematika që u bë mjaft publike dhe ndoshta s'ka nevojë t'i rikthehemi. Pra, kemi indicje kudo në Shqipëri, patjetër dhe në qarqet që ne kemi fituar, aty gjërat nuk kanë shkuar vaj. Dhe aty ka pasur shkelje, ka pasur ndërhyrje të krimit, ka pasur patronazhim ekstrem, përdorim të administratës në mënyrë paligjshme, që vepronin si ushtri elektorale në favor të partisë në pushtet, partisë shtet. Ndërkohë, me gjitha këto raste që ju përmendët, dua t'ju pyes, a janë marrë parasysh deri më tani ankimimet e opozitës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga KAS? Po, ankimimet janë marrë parasysh në faktin që na është dhënë e drejta për t'u njohur me prova që ne i kërkuam. Kuptohet, pati një rezistencë nga ana e KQZ-s, një tentativë që dështoi për ta mbyllur transparencën, dhe kjo filloi me qarkun e Kukësit. Pra, pikërisht në atë qark që ne fituam dhe që e ankimuam të parin, aty pati një blokadë nga ana e KQZ-s, nga ana e KAS-it, për mos të dhënë Partisë Demokratike informacioni që ne kërkuam, po ne atë informacion e kemi kërkuar për gjithë Shqipërinë, pra nuk ishte problemi vetëm për Kukësin, po aty ishte do vendosej precedenti. Dhe fillimisht nuk deshën na japin informacionin e proces verbaleve të votimit. Me idenë që ato janë në kuti, ju i keni parë me komisionerët tuaj dhe s'keni pse t'ja u dhëmë ne në dispozicion. Por ka diçka këtu. Ne si parti politike, edhe që marrin pjesë procesin zgjedhor indirekt, nëpërmjet përfaqësuesve tanë në të gjithë fshatrat dhe qytetet e Shqipërisë, me numëruesit tanë e tjerë. Kjo është një gjë. Por të kesh pastaj të dhënat në një database të gjithë qendrave votimit të Shqipërisë, rezultatet, përmbyllëse etj, kjo është tjetër gjë. Këtë ne nuk e kemi sepse ne nuk jemi administrues të procesit zgjedhor. Është KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është zoti Celi Bashi, është gjithë një administratë shtetërore që punon për ditë për zgjedhjen në Shqipëri dhe janë këta që i ruajnë këto dokumenta, këta që i kanë në format zyrtar ose elektronik. Dhe ne kërkonim na i vinin në dispozicion të plota, sepse nuk mund të bësh një hetim dhe një investigim të plot nëse nuk i ke të plota këto dhëna kudo. Po ta bësh më konkrete, nëse ne dyshojmë që mund të jenë mbushur kutit në një qendër, në një qark të caktuar, supozojmë. Nuk e vërteton dot nëse nuk i ke të gjithë të dhënat e të gjitha qendrave të votimit atij qarku. Nëse i ke gjysma dhe nuk e gjysmën tjetër, patjetër që nuk do të qëndrojë koherente si provë. Kështu që tentativa që bëri KQZ-ja me rastin e Kukësit, që të mos na jepte prova, tregonte edhe për frikën që ata kanë. Ndoshta ata dinë diçka, më tepër se sa ne. Por më pas, ne pranuam që t'i marrim dhe në variant elektronik provat, pra që të mos hapeshin kutitë e materialeve në gjithë Shqipërinë për të marrë fotokopjet e proces verbaleve. Për momentin ne pranuam t'i kishim dhe elektronike në mënyrë që t'i analizojmë të dhënat. Dhe pastaj kjo mënyrë u hecën përpara dhe dje në seancat e ankimimit në KAS, na u dha kjo e drejtë që të njihemi tashmë me të gjithë të dhënat që disponon në mënyrë elektronike KQZ-ja për rezultatet përmbyllëse, tabelat e përputhshmërisë të çdo qendre votimi. Kuptohet, nuk është informacion direkt, është një informacion indirekt, nëpërmjet të cilës, nëpërmjet këtyre informacioneve, këtyre tabelave, ne do t'i analizojmë dhe do dalim në konkluzione, besoj shumë shpejt, në konkluzione shumë interesante.
Dhe pastaj do t'i ballafaqojmë ato me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe t'i kërkojmë llogari, a është zbatuar ligji, a është zbatuar kodi zgjedhor, a janë zbatuar aktet rregullatore. Më ngacmoi diçka teksa thatë që ndoshta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte në dieni se çfarë kishte ndodhur në qarkun e Kukësit, ndaj edhe nuk na i dha. Kjo nuk është normale për ta thënë kaq lehtë. Nuk mendoj që dienia ka qenë vetëm për qarkun e Kukësit, sepse siç u tham, shqetësimi ynë është për gjithë Shqipërinë. Aty u përdor si po themi shembull që nuk do ja japim mas për qarqet e tjera. Pra këtë që ju kërkoni është një kërkesë jo normale dhe po e lëm këtu se ju duhet ta kishit atë informacion edhe dhënë si Parti Demokratike, që në fakt nuk ka si gjë të keqe ta kërkosh. Jo vetëm për transparencë, nuk jemi këtu për të bërë statistika dhe transparencë. Ne jemi në proces ankimor ndaj të gjithë rezultatit. Ne nuk i njohim këto zgjedhje. Ta flasim politikisht, ne nuk i njohim këto zgjedhje. Për ne këto janë farsë. Këto nuk respektojnë standardet më minimale të kërkuara nga OSBE-u dilje. Që të quhen vota, ato që janë kuti, duhet që të jenë votuar në një mënyrë në përputhje të plotë me kushtetutën, kodin zgjedhor, aktet rregullatore. Nuk ka se çfarë të dalë në një kuti e lishme, kur aty votat mund të jenë të blera, votat mund të jenë të patronazhuara, votat mund të jenë të kontrolluara, votat mund të jenë të trafikuara, kutia mund të jetë e mbushur. Edhe po të arrijë numërosh atë, ajo prapë një rezultat do japi. Po ato vota mund të jenë të blera, ato vota mund të jenë dhe fallse ndoshta. Duhet parë. Prandaj po themi që kemi indicie, kemi prova që diçka nuk shkon. Por nuk besoj që t'jetë diçka e vogël, duhet t'jetë diçka që kërcet. Dhe besoj shumë shpejt do të kemi më tepër të dhëna rreth kësaj. E kuptoj. Ndërkohë që edhe vota e diasporës dua t'ju pyes se ku është evidentuar problemi. Pra ka patur keq menaxhim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe DHL, apo ka patur edhe ndërhyrje nga Partia Socialiste sipas jush? Atëherë, sa i përket votës diasporës, është mjaft e qartë tashmë që operatori postar nuk ka respektuar 100% protokollin e kërkuar nga kushtetuta, kodi zgjedhor, aktet rregullatore, ndoshta edhe kontrata, sepse duhet parë. Por janë këto që prevalojnë. Është ligji, është kodi zgjedhor, aktet rregullatore që prevalojnë dhe janë detyruese për të gjithë. Për të qenë më konkret, që të quhet e vlefshme vota një migranti shqiptar në diasporë, kushti ishte që ata të regjistroheshin në platformën elektronike. Të regjistronin adresën e saktë. Kjo ishte kushti themelor që u refuzuan 48.000 shqiptarë në diasporë që të votonin. U refuzuan me idenë që këta nuk vërtetojnë adresë të saktë jashtë vendit. Dhe i gjithë të tjerët arritën ta vërtetojnë adresën. Vota ishte kusht e shkruar e zeza mbi të bardhë, që duhet i shkojnë në adresën e tij të regjistruar. Kushti i parë. Kushti i dytë. Vota duhet i dorëzohet personalisht çdo individi. Edhe në një familje. Nëse ju e mani mend zotin Celibashi, kur dilte dhe shpjegonte procesin. Kanë bërë dhe spote televizive KQZ-ja, spote informuese, kanë harxuar para, qindra mijëra euro për reklama. Për mënyrë se si do ta merrte votën dhe se si do të voton. Që dhe babai nuk e merrte dot, thoshin për fëmijën që ka në shtëpi, apo për bashkëshorten, apo për vajzën, apo për djalin, duhet që të vi personalisht, postieri 3 herë do vi në orare të ndryshme, duhet ta firmosi, kushti i tretë, duhet që personi të paraqesë që do votoj, një pasaportë ta nënshkruaj. Ne kemi kërkuar që të verifikojmë a janë përmbushur këto kushte? Po do thotë dikush, po si ta verifikojmë? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Një kompani serioze, ndërkombëtare që shpërndan zarfa, që shpërndan post, zakonisht jo vetëm për zgjedhje, ka një regjistër ku postieri ta sjell dhe ti do të firmosësh, qoftë elektronikisht, qoftë në një regjistër. Ne duam fotokopin e këtij regjistri, që të kontrollojmë emrat që janë të regjistruar në KQZ, adresat e tyre, dhe të kontrollojmë a ka firmos ky person apo jo. Tjetër punë pastaj firma e atij, a është origjinale, a e ka hedhur ai apo e ka hedhur firmën
dikush tjetër, komshia, apo janë plotësuar ndryshe, kjo është çështje tjetër. Po ne po kërkojmë na japin. Pra, gjithë problemi është se të na vijë dispozicion të provë. Për Greqinë i kanë sjellë. I kemi marrë në dorëzim dje. Janë 60.000 raste që janë shpërndarë në Greqi dhe kanë filluar të analizojë Partia Demokratike. Nga ana tjetër, duhet që këtë analizë ta bëjë patjetër dhe KQZ-ja. Pse? Për dy arsye. Unë ja thash edhe në seancë dje, po ndoshta nuk e kuptuan një pjesë e stafit KQZ-s. Arsye e parë, që duhet ta vetë KQZ ta kontrollojë, është bërë kjo punë apo jo siç duhet. Sepse kanë paguar shteti shqiptar 9.2 milion euro pa TVSH për këtë shërbim, dërgimi zarfesh dhe marrje zarfesh nga kjo kompani private. Kanë paguar 37.3 euro për çdo zarf. Po ndoshta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i bindur që është bërë puna e duhur, puna e saktë. Jo, nuk është bërë puna e duhur. Ta garantoj që nuk është bërë puna e duhur. Mund të jetë bërë në 70-80%, nuk është bërë një 20-30%. Këtë do mbetet, po jap si shembull, po jap si shembull. Mund të jenë shifrat inverse. Mund të jenë shifrat inverse, mund të jetë 30% punë e rregull dhe 70% abuzive. Por ne kemi filluar që dje t'i analizojmë. Çfarë ka? KQZ-ja, përderisa paguan këto para, duhet ta bëj tani këtë proces, jo mbas 2 vitesh. Duhet ta bëj tani që edhe ato të dhëna që ne do t'i servirim gjatë ankimimet. Do themi që shiko, për Greqinë, për Italinë, për Amerikën, nuk i kanë zbatuar drejt kontratën dhe i duan pavlefsh me këto dhëna. Si do t'i kontrolloj trupa e kasit të dhënat tona? Duhet që administrata e KQZ-s t'ia vënë në dispozicion nga saj, që ata t'i ballafaqojnë çfarë po e themi ne si parti politike dhe çfarë del sipas vetë KQZ-s. Kjo do ishte minimalja. Por me sa kuptova, edhe mbas mbylljes së seancës, administrata e KQZ-s nuk e kishte me shumë dëshirë që t'i hynte kësaj analize në këtë moment. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, ata duhet ta bëjnë analizën. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e pranon, çfarë do bëni, si do veproni? Jo, ne do t'i analizojmë të dhënat, po ne nuk duam vetëm Greqinë. Ne duam të dhënat e gjithë shqiptarëve që kanë votuar në diasporë, qoftë ata në Amerikë. Që do të thotë, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju jep një përgjigje negative në kërkesën tuaj, jo vetëm për Greqinë, por po ashtu edhe për vendet e tjera, cili do jetë veprimi i radhës i juaj? Ata, kjo është e bukur. KQZ-ja nuk jep përgjigje negative. Kanë 2 javë që thonë po, do ja u japin, dhe s'kan vënë gjë akoma. Përpara, po themi, të shtunën e kaluar, kur u miratua rezultati i Tiranës, i Durrësit e Elbasanit. Në seancë publike për Zotit Celi Bashi, aty na njoftoi që kanë ardhur të dhënat e Greqisë. Atë ditë atë kishin ardhur në KQZ. Dhe e pyeta, po për vendet e tjera, po tha do vinë sot, nesër. Ja pra, ne kemi një javë që i kërkojmë për ditë. Pra, është ideja që vazhdon komunikimi me letra, me shkresa, me emaile, zyrtarisht, edhe sot bëj apel publik nëpërmjet valëve tuaj, të na i vënë dispozicion sa më parë. Nuk mund të fshihet farsa zgjedhore. Nuk mund të fshihet palishmëria. Do të merret vesh herët avon. Sepse janë para publike që janë harxuar miliona euro për këtë proces. Në mos Partia Demokratike tani apo javës tjetër do ta investigojë dikush tjetër. Kështu që patjetër duhet të bëhet transparencë një orë më parë. Nëse ato vota nuk kanë shkuar në dorë të emigrantëve, por janë shpërndarë tufa, janë hedhur rrugëve. Sikundër unë tani para emisionit më erdhi një rast, të një rasti në Paris, po mundohem mos ta tregoj emrin e personit. Po mundohem mos ta tregoj, po ha vetëm foto. Ja, në Paris, kështu janë shpërndarë votat në DHL. I kanë hedhur, sipas qytetarit, i kanë hedhur në obor. Ka mesazhe këtu që më thotë vetëm shkurtimisht që ta përmbyllim atë që shkruan. Kështu shpërndahen zarfat e votimit në Paris. Kemi raste të tjera, i kanë hedhur në Kosha, etj. Pra të gjitha këto do na duhet që KQZ na i vë dispozicion. E kuptoj. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë këtë mëngjes. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar.